Braçës. Ka debat në rutin të interesave politikë. Unë se di pse e bëjmë ka i çështje të habitshme. Ne kemi muaj që themi që institucioni me më shumë pushtet që pëndaj të periudhë ishte KBP-ja. Se çfarë ishte kema marrëveshje me Amerikën për të blerë ca armë që do hyjnë në një kapanon. Po flitet për tërë tenderat që do vijojnë në Shqipëri për 5 ditët që e ardhshëm. Çfarë ka të habitshme që ka një debat aty? E vetja pjesa e habitshme që zoti Braçë nuk del haptas për të thënë cilat janë interesat e tij. Që do ta thoshte me shumë lehtësi sepse është më së normale që për tillë institucion këtë interesa dhe partizan lëk le të themi. Ndërsa Rama e mbron me lehtësi të paparë dhe bravo i qoftë për atë arsye aty ku është. Është shumë i qartë për të mbrojtur në interesat e tij. Ai thotë unë dua këta kandidatura. Ju sot ditën tjerë dini kundra po doni. Siç tregon votimi atë ditë, pati 4 persona me votim mbi 70 dhe një tjetër kandidat me votim më pak se 44 vota në këtë rast. Pra Partia Socialiste shprehu dhe në rastin ku nuk duhej për efekte të vendimarrjes lobimin apo interesin apo qëndrimin e saj. Dhe është shumë normale dhe shqyr që kjo gjë ndodh në këtë formë. I vetëm elementet që nuk dim votuesit cilët janë, se votimi është i fshehtë, por numrat janë aty. Është një moment kyç i ndarjes së pushtetit apo së tortës gjën, do thoshte kush do të dominojë, kush do të më afër kryeministrit, po thuat. Jo, afër kryeministrit, më kush do ndaj tender. Ata nuk besoj se kanë asnjë ambicie. Me me Braçën që dakor, në të sens. Jo, Braçë ka lobimin e tij, me informacionet që kam unë, ishte kundër kandidates Donika Daci dhe pro Gjovan Gjinit, kaq. Po nuk ka asgjë të habitshme këtu. Është më së normale që ata të kenë gusto, se budallaku ynë është që nga njëri krah, çuditemi kur ata debatojnë dhe zihen dhe kanë konflikt për emra të ndryshëm. Dhe pastaj në të kundërtën kur ata janë në linjë, themi pse ishin në linjë të tërë. Është çështje e brendshme e interesave socialiste për të menaxhuar një institucion që ato të tjerë që zgjidhen zakonisht në kuvend, komisionet e ndryshëm, i le pas shumë me kilometra larg. Rimzjemi për autoritetin e konkurrencës se çfarë i bëri Uanit dhe Vodafonit, i gërvishti, i fryu. Kështu, ku diun, i hoqi pluri, nuk di çfarë mund të them, çfarë termin do të gjejmë. Asgjë, zero totale. Dakor? Dhe zgjemi me ditë, avokati i popullit pastaj, sa që është Arak që si institucion.